njoftohen qytetarët dhe personat juridik në teritorin e komunës Tetovës me këtë thirrje publike për miratimin e iniciativave të përpunimit të planeve urbanistike. Thirrja publike shpallet në pajtim me nenin 21 që përmend më lart të ligjit për planifikim urbanistik dhe hapësinor, dhe kjo ka të bëj me ndryshimet e fundit të ligjit, sipas të cilit parashihet që iniciativat për ndryshim dhe plotësim të planeve urbanistike të futen në program të komunës në kuartalin e parë dhe në kuartalin e tretë gjatë vitit. Me që ligji është më i ri se kuartali i parë, do të thënë kuartali i parë në ka ikur, ne shfrytëzojmë rastin që në kuadër të kuartalit të tretë, që do të thotë jemi në muajin e fundit të tremëjorit të vitit, të tretë, iniciativat duhet, dhe me thënë, të dorëzohen deri në afat 30 shtator të vitit 2015. Kjo nuk do të thotë se ata që nuk e dorëzojnë humbit shansat, për shkak se në kuartalin e parë të vitit 2016 do të përsëritet e njëjta procedurë. Thirrja publike do të zgjahet, do të thënë, prej me 1 e shtatorit deri më 30 e shtatorit, duke llogaritur nga publikimi i saj.